Alo. Po vazhdoj me thirrën, a? Ju e dini. Por do çershia pas bojmë bolla gona më shumë për Albania Aviusa tash. Edhe s'kesh. Ua, përshëndetje Hajdar Beça, jemi live në emision bashkë me Mirë, faleminderit. Jena live në emision bashkë me Ganimeti Musliun, mikeshën tonë edhe me deputetën më të mirë në kokën e emision. Faleminderit shumë. Gjakov, jam makinë jam me 2 mesnirë. Po, okej. Përshëndetje edhe mes, po veç një pyetje dish tash shpejt se kishte e vet gonën, a fituat ju PDK-ja, a fituat në vetëvendosje? Po dëgjoj mirë, jeti top, edhe ne. Thash kishte e vet gonën këtu live në emision, a fituat ju apo PDK-ja edhe a ja kthej Hajdori çatë syza e koronit, e thash për live për emision aty me ditë. Nuk po dëgjoj mirë, po sa i përket rrosit të fundit, para fundit, realistën e tonë në fundit, një keni po që vetëvendosja ka hyrë prej qytetarëve, po frikohet në dalë para qytetarëve, si që rrosi për librat shkollore, po sa i përket ati problemit që ka ndodhë zonë, ka qenë problem që ka bërë qeveria, si shumë probleme tjera që për kërë Kosovë, ke po zavend kriministrin me farë sjellje të fëmijëve ka bërë atit në nivel zavend kriministrit, andoj ne si opozit nuk e kuptojnë, kanë kriju një precedent. Ku kanë qenë opozite, kanë sulmu opozite. Ta shimhin opozit, të sulmojnë opozite, nuk kam koment për nivelin e S'ka fjoll. njerëzve të qeveritin. S'diskutohet. Hajdar, shkurtimisht syzat ja keni kthye koronit, apo? Nuk di për syza, koroni, nuk e di aty. A di shka e kanë frikën unë, inshallah nuk i vënani syzat e njëjta. Aty, ata e në shumicë absolute në gjithë atë syza i ka posë funksion pastaj ministri, i ka Unë të falenderoj shumë për përgjigjen edhe të kisha edhe përshëndetje për ju, për teleshikues. Hajdar, e kam edhe një lutje për ty. Dhe për deputetën dhe ndërruar Ganimeti Musliun. E kam edhe një lutje shkurtimisht fund. Kisha propozu mos mi vënu syzat e koronit se tana e sheni Kosovën ju duket që o mirë, a në fakt o katastrofë me ato syza. Mos i vënani. Edhe nuk po dëgjoj mirë, po edhe nuk besoj që ja vlen Me diskutu, po. Faleminderit shumë se do që dhe faleminderit, do atë kitje për Hajdarin. Faleminderit shumë, faleminderit. Që? Ashe, ne jem transparent. Transparent. Ku do që jem? Partia Demokratike e Kosovës do atë kitje për këta, se janë transparent. Pa pishe Hajdarit dhe më thonë makinë kush ta kishit. Provo me thirë Kur'anin, pyet ati kanë këty syzat, nuk ta qelë. Nuk ka mundësi e Kur'anit, se është të e rritë bugjetin. Sigurisht. Ha? është të e rritë bugjetin ajo. Gone, shpesher, po nashta shumicën e rasëve që folin për ty të krahasojnë me Shot Galicën, edhe nuk kam fajp me të thonë drejtën. Kush me qenë Azem Galica apo Azem Bejta jytin këtë ku? Nëse ti je Shot Galica. A ka Azem Bejt ditë sotit? Dëgjo, shpesher kur ma përmendin Shot Galicën, në thamë që Shot Galica është e pak krahasueshme për kohën edhe rrethanat në cilat ka veprua jo. Do më thonë edhe shumë gratë të cilat mendojnë që përfaqësimi i të drejtave të grave, feminizmit, barazisë gjinore fillon me to, unë ju thamë që të kthehen mrapa edhe të shohin se në çfarë rrethanash kanë vepruar shumë gra para neve, jo vetëm Shot Galica, por kur jemi të Shot Galica, unë e thamë që ajo është e pakrahasueshme sot dhe për se cilën grua shqiptare, ajo duhet jetë ndoshta një pik reference për ta mposhtur çdo mentalitet, çdo paragjykim, çdo frikë dhe thjesht marr guximin edhe të jetë aty ku e meritojnë gratë shqiptare. Sigurisht. Sa i përket Azem Galicës, nuk kam dëgjuar ti ta kenë quajtur ndonjë burr Azem Galicë. Po dhe? Po ne kam fjalën aty kështu. Kështu që nuk e di, nuk e kisha... Nuk e kisha bo. Se kisha bo një. Po çka gone për shkakun se ti nashta sprej kena me kesh të emisionit